Rreth 180 predha të mbetura nga lufta e dytë botërore janë zbuluar pranë urës së Vodicës në fshatin Vodic, njësi administrative kote e bashkisë së Selenicës. Zbulimi u bë nga një firmë që po kryente punimet në zonë, e cila i njoftoi menjëherë forcat gjeniere për praninë e municioneve të rrezikshme. Ekspertët e Gjenios mbritën në vendngjarje dhe për 2 ditë me radhë zhvilluan operacionin për identifikimin dhe largimin e predhave. Gjatë ditës së dieshme u gjetën dhe u siguruan rreth 140 predha mortaje, ndërsa gjatë ditës së sotme u evidentuan. Ekspertët e Gjenios mbritën në vendngjarje dhe për 2 ditë me radhë zhvilluan operacionin për identifikimin dhe largimin e predhave. Gjatë ditës së dieshme u gjetën dhe u siguruan rreth 140 predha mortaje, ndërsa gjatë ditës së sotme u evidentuan dhe 20 predha të tjera. Në total në zonë janë zbuluar 160 predha të luftës së dytë botërore, të cilat janë transportuar nga specialistët për në Tiranë, ku do të kryen procedurat për asgjësimin e tyre në mënyrë të kontrolluar. Ndërhyrja e shpejtë e forcave gjeniere shmangu çdo rrezik të mundshëm për banorët dhe për punonësit që po kryenin punimet në këtë zonë.